për shtesën. Mendoj që situata që po ndodh në Iran tregon po ashtu edhe situatën gjeopolitike që jemi duke përjetuar që në kohëve të fundit, le të themi, ndryshimin ndoshta edhe të gjeopolitikës edhe rikonfirmimin edhe të aleancave, dhe po ashtu që nuk jemi të mujt me parashikues se çka do të ndodh, edhe nëse do të fillojë një luftë e re kudo në botë ose dhe kur do të përfundojë, dhe mendoj edhe ky rasti me Iranin po ashtu e konfirmon atë. Edhe kur ka filluar lufta, mendoj që ka qenë diçka jo shumë lehtë e parashikueshme, edhe pse ka qenë diskutime që mund të filloj, dhe po ashtu kur do të përfundoj është e paparashikueshme. Dhe si do të përfundoj dhe pyetja kryesore mbase. Dhe atë që seke, objektivat nuk janë të qarta dhe forma se si janë konfirmuar objektivat në fillim nësër kanë mos sulmu bazat ose objektivat bërthamore ose do të jetë ndryshimi regjimi, kjo po shkon duke u ndryshuar. Rrjedhimisht ne së fundmi jemi duke pas të mos nga administrata Trump që më objektiva kryesore nuk është ndryshimi i regjimit. Pra, objektiva që nga fillimi ka qenë ndryshueshme dhe po e shohim që kjo po ashtu ka një hamendësi, po krijon edhe tek aleatët ndoshta perëndimor që nuk e kanë të qartë se cilat janë objektivat, për shkak që edhe nga Netanyahu, ndoshta për Netanyahu ose për Izraelin ka qenë shumë më e qartë që nga fillimi, sepse ata e shohin si një kërcënim më të madh Iranin, ndoshta ekzistencial, dhe për ta ka qenë jo vetëm ndryshimi i regjimit, po edhe thjesht shkatrimi i regjimit edhe kompletën ndoshta ndryshimin e sistemit të mbrojtshëm në Iran. Mirë po, të njëjtën gjë nuk mund ta them edhe për SBA-t, ndoshta pikërisht për shkak që deklaratat që i kemi marrë nga presidenti Trump kanë ndryshuar, dhe së fundi ndoshta nëse mundem me përmend, deklarata ka qenë që lufta do të përfundojë, nëse mundem më kthy edhe tek pyetja e parë se kur do të përfundojë dhe si do të përfundojë lufta, është që do të përfundojë kur miremi vesh me Netanyahun, dhe deklarata e fundit që ndryshoi është që ne kemi fituar dhe kur do të përfundoj, unë do të vendosë se kur do të përfundoj lufta në Iran. Që është shumë e vështirë dhe çdo ditë ne po duhet me përcjell në fakt se çka po ndodh, sepse edhe deklaratat janë edhe objektivat, edhe deklaratat po ndryshojnë vazhdimisht nga litera botërore. Po, është vërtet që ai të vijë ditën e shtunë aq herët në mëngjes është një lloj befasie, nuk ndodh shpesh që vizitat e tilla të vinë, ndonse në procesin e dialogut nuk ka pasur transparencë asnjëherë, kështu që nuk është befasi që të ketë vizita të paparalajmëruara. Gjithsesi është pak a shumë e qartë se arsyeja kryesore e ardhes së tij kësaj rave është vendimi për hyrjen në fuqi të ligjit për të huaj, ligj dhe paralajmërimi i cili ka shkaktuar pakënaqësi tek serbët në Kosovë dhe reagime të ashpra të Beogradit, disa shqetësime në qarqen ndërkombëtare, kështu që supozoj se kjo vizitë është për të koordinuar me gjas veprimet e Kosovës apo për të sqaruar gjërat në mes të Bashkimit Evropian dhe Kosovës. Edhe ky element është pak a shumë në kuadër të asaj që kemi thënë disa herë se Bashkimi Evropian nuk po insiston sa duhet për të sqaruar gjërat, sepse fjala është edhe në këtë rast për diçka që ishte edhe rezultati i dialogut në të kaluaren, e në anën tjetër BE-ja insiston që të gjitha marrëveshjet që janë arritur në të kaluaren duhet të zbatohen. Pra nuk kemi shumë informata për këtë vizitë, do të shohim nesër nëse kryeministri Kurti dhe i dërguari posaçëm Sorensen do të dalin në Prishtinë para gazetarëve për të sqaruar se çka kanë biseduar dhe si do të veprohet, por nuk ka dyshim se ligji për të huajt dhe hyrja në fuqi e këtij ligjit është arsyeja kryesore pse me shpejtësi kaq të madhe është organizuar kjo vizitë ditën e nesërme. Mirë, edhe një pyetje për këtë gjë është që kjo nuk është më diçka e re, si që thatë ka në fakt vite që është arritur marrëveshja dhe po e njëjta para disa muajsh është paralajmëruar se kur do hynte në fuqi, pra ka pas një përgatitje. Dhe thënë drejtën e disa diplomatë të huaj këtu në Prishtinë në takime jo formale, kemi kuptuar që këto vende janë fort interesuara që t'i bëjnë presion qeverisë se mos filloj zbatimin në mënyrën se se kishte proklamuar më herët, se si kishte planifikuar për muaj të tërë. A mund të kuptojmë të paktën nga logjika politike se pse është kaq e rëndësishme, pse ky presion, se po edhe portfilio i kishte shkruar edhe Donald Trump Putinit e
papës e kujt jo tjetër për kjo çështje, duke e quajtur si një përpjekje për spastrim etnik të Kosovës nga serbët. Çfarë kuptimi jepni ju kështu nga? Po është vështirë të japim ndonjë kuptim më të qartë pasi që nuk i dim të gjitha gjërat që janë diskutuar në raport të Kosovës me Bashkinë Ndërkombëtare dhe në mes të Bashkisë Ndërkombëtare dhe Serbisë. Dhe paqartësitë e tilla shpesh kanë krijuar edhe tensione në Kosovë. Të mos harrojmë se edhe kur autoritetet e Kosovës ndërmorën veprime në veri që u quajtën nga Bashkia Ndërkombëtare si veprime të njëanshme të pakoordinuara, asnjëherë nuk u vu në dyshim e drejta e Kosovës që të bëj hapa të tillë, por u tha se nuk është dashur të bëhen në atë moment, është dashur të koordinoheshin më mirë me faktorin ndërkombëtar dhe të merren parasysh edhe shqetësimet dhe pasojat për popullatën lokale e kështu me radhë. Nuk e di a është rasti edhe me këtë ligj i njëjtë sikur ka qenë edhe me gjërat që janë bërë në të kaluaren. E në anën tjetër nuk është për të habitur reagimi i Serbisë sepse tash e disa vite në çdo takim në dialog, sa herë që përmendet Kosova, ata gjithmonë kanë një narrativ për rrezikun dhe dhunën që po ndodh ndaj serbëve të Kosovës me qëllim të zhdukjes së tyre, shpërnguljes e kështu me radhë. Mirë po është e qartë edhe në reagimet e serbëve që ata në fund e sqarojnë se ku e kanë problemin kryesor. E ajo është se duan ta trajtojnë Kosovën sikur të jetë pjesë e Serbisë. Për shembull, ata thonë si mund të jenë serbët në vendin e tyre të huaj. Dhe natyrisht serbët e Kosovës në Kosovë nuk janë të huaj, ata janë shtetas të Kosovës, por nëse Kosova është shtet, e konsideron veten si shtet, dhe vendet tjera e kanë njohur Kosovën, atëherë çdo kush që vjen edhe nga Serbia e nuk është shtetas i Kosovës, është i huaj. Kështu që në parim nuk do të duhet të kishte probleme, por ja se Bashkia Ndërkombëtare gjithmonë e gjen një vegës për të thënë se po në rregull, këto janë obligime që duhet të zbatohen në mënyrë të koordinuar, si thonë për shembull edhe për urën e Mitrovicës që e ka financuar Bashkimi Evropian, akoma nuk është hapur, ndërkohë që Kosova i ka ndërtuar dy të tjera pranë saj. Por në anën tjetër thonë po ashtu se edhe Kosova ka obligime që nuk i ka zbatuar nga marrëveshja, e këtu pastaj përmendin atë obligimin për të themeluar asociacionin e komunave me shumicë serbe, e pastaj të gjitha funksionimet e strukturave të mbështetura nga Serbia, siç thuhet në Bruksel, e që në fakt janë struktura të Serbisë, duhet të zgjidhen përmes dialogut po ashtu, dhe duke marrë parasysh edhe idenë e themelimit të asociacionit, i cili do të mbarte disa nga këto përgjegjësitë që i kanë sot këto struktura. Natyrisht parimi i marrëveshjeve të arritura kanë qenë se gjithçka duhet të jetë në kuadër të ligjeve dhe kornizës kushtetuese të Kosovës, diçka që Serbia e vën në dyshim, e nuk e dim se çfarë thonë përfaqësuesit e Serbisë në takime me Bashkinë Ndërkombëtare, sepse shpesh edhe nga Bashkimi Evropian kemi marrë vesh nga diplomatët se ajo që pala serbe thot në takime nuk është edhe ajo që e thot publikisht, kështu që kemi shumë paqartësi dhe të shpresojmë të kuptojmë më shumë gjatë ditës së nesërme.